Hajde më këtu, hajdoj. Kërë plak. Hajde për të lafe t'joj. Hajde që përfaqëson tërë fshatme. Kërë plak, përshëndetje. Si ja kalon? Ne po bëjmë një mbledhje fshatëshe në lidhje me problemin. Problem që gjeneroi edhe atë incident në Këshill Bashkiak. Problem kam vetëm punat i djalit. Pse këtë tokave nuk quhet problem? Tokat tash ata se vendosun tokat. Po pse kush e vendon? Kush e administron territorin? E administron qeveria apo bashkia? Toka është në administrim të bashkisë. Prandaj kërkohet mendim Këshillit të Bashkisë. Ka bashkia. Po pra bashkia. Bashkia. Po ju si kryeplak, çfarë qëndrimi mbani? Pro banorëve apo pro bashkisë? Mund ta vendosun që pro banorë me banorët unë për fshatja. Po pra, ti duhet ta ndash, domethënë ti atë kanë Nuk jam unë ai që vendos ore si Po jo, vetë. edhe ju keni një vul. Duhet ta vulosni ju i pari, pastaj kalon në njësi administrative. Unë Bashkia mund të bëj punë në sasë, bashkën të bëjnë. Ti e pro. unë jam me fshatarët jam unë. A këta më thuaj mua. Të më thuaj mua. Pra ju si fshat jeni të unifikuar, sepse po mor kjo tokë e fshatit, fshati po thot nuk ka më fshat. Jo, problemi është se ajo merret që në piknisje. Po pra kjo është piknisja e fshatit. Ore le piknisin e fshatit. Piknisja, ato toka çfarë toka ka që shkohet që në themel. Tokat e kujt janë ato? Këta thonë janë tokat I tona kemi patur historikisht. fshati me fjalë në jandar individëve i ka patur në Në rojtë na i ndavi. Po fleçëm përpara, jo në konja. Ore, para 44, sepse këto janë 24 për aty jo, se di për 24, se mund të para jam. 44, më tokat e kujt janë se Jena autorani kjo. Dyshi, ato Rrjedhën të ujra dhe këte është tokë e leve tash i shridi duhet. tani këto janë toka që nuk janë kthyer fshatarit. Pra nuk janë kthyer pronarit. Se nuk ka një certifikat. Po pra, po kjo nuk Ka e bën ato që do të thotë që kjo quhet tokë shtet. Jo, nuk quhet Pa tokë çka shtet. se neve i kemi patur përdorim. Shteti nuk ka kthyer pronën pronarit quhet kjo. Nuk quhet tokë shtet kjo. Shteti ka një damp të madhe që në 34 vite, 35 vite i ka mohuar pronarit pronën. Kjo është e vërteta. Shteti ka gravitur ato toka për 45 vite të Enver Hoxhës dhe 35 vite demokraci. Kjo është e vërteta. Nëse ju